Gënjen, raskapitem rrugës, po pitëm marrë pjesë në seancat e mbledhjes, se i bëni fshevrazi, i bëni publike. I bëni publike, janë pronat po i dhirni vetë ju. Si në bashkia, more? Më thuaj një përgjigje që ka marrë unë të drejt nga bashkia. Ku po ndërtohet? Tek kush pronë? Po ndërtojnë Po ndërtojnë tani në këto momente unë vjen tek tokat e mia. Unë jam një presim pasurie, kam 30 vjet, pres gjykatat. Ku na thonë ne drejtojmë gjykatës, ne drejtojmë gjykatës. Presim gjykatën. Gjykata s'po bën punë. Pjesim akoma maraton 30 vjet. E tani vim të marrim pjesë në mbledhjet që bën Qarku, bashkia, ne shikojmë si kriminale. Pse? Ku është këtu? Më thuaj, unë jam dhe e zgjedhur nga populli në kryetare pronarëve të lishëm. Dhe tani kam të drejta njerëzore e ligjit 119 të marrë informacion. Të kanë ndaluar ty për të marrë pjesë në mbledhje? Si? Të kanë ndaluar? Po tani ku vete këto që kanë marrë pushteti, hedhin vota për to dhe nuk na njohin pastaj si popull. Unë jam me Klarina Hoxha, problematike në qytetin e Vlorës dhe në gjithë Shqipërinë, 30 vjet, pjesë pasuri. Edhe ndërtohet, si e jep ti, se jep për pronarin e lishëm, po i jep për kriminalin atje. Yrtesaki Drizi ka zaptuar gjithë atë. Kush i lëfta? Prap prona tjetër atje zaptohet, ndërtohet në 2026 ndërtohet, unë jam në pjesën pasuriezë.